Një ditë për ditë thot Aisha radiallahu anha, më tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, veprat më të mira te Allahu janë më të vazhdueshmet. Edwamuha. Që ai thon ana davam. Davam se do të thon. Me vazhdu, vazhd me pas, ajo hiç mos mulan. Pastaj tha alayhi salatu wassalam, wa in qal, qoftë edhe pak. Qoftë edhe pak. Thot njëri prej dietarëve të muslimanëve, pse e ka preferuar pejgamberi alayhi salatu wassalam veprën e pak me kohë gjatë? Ka thonë për dy arsye. E para prej tyre se ai do ta lën 100%. Do njëri i cili merr shumë punë, këti pa do të bëma kat, bëma hat, bëma, apo thot ky 100% e le. S'ka ta katë, po sa më njeh njëri. E ka kallzu Allahu xhelalu ala. Atë thot ai e le. E kur ta laje, an sikur më ia kthi shpinën. Po shembull njëri për shembull ke pa sa keq është për një njeri nëse thuhet kështu, u fal ke tash sfalet. Ke pa sa keq tingëllon? U fal ke tash sfalet. Edhe në nafile më kanë është saket. Për shembull njërin të një, ta supozojna fal 5 vakt, s'fal taravia. Edhe thu valla, ai u fal ke përpara taravia tash s'falet. Pra kjo kritik. Apo, njëri thot, "Pani dhe mirë kanë fal dikur." Jo, kjo kritiko. Andaj kanë ndonjë dietar, për shembull, nuk e preferon të se njeriu ta lajë në punë, se do këtë keq. Edhe e dyta, e që është shumë e rëndësi, ka thënë, ai i cili punon shumë, edhe e le, edhe ai i cili punon pak, edhe e çon gjatë, ka thënë, i ngjan një njerit i cili për çdo ditë e troket derën, e troket pak. Ka thonë dhe ai i cili bën shumë, po pak, o është veç një ditë vjen, e troket derën shumë, edhe mos vjen kurrë. Cëllit i përgjithit Allahu? Ai i cili për ditë vjen, o Zot erdha, o Zot erdha, për ditë. Nuk ka shumë vepra, po për ditë i është prezentuar Allahu xhelalu ala. Për ditë i është ekspozuar Allahu xhelalu ala. Pra, ky njeri është më afër me e kaplu rahmeti Allahu xhelalu ala. Andaj shikoj Allahu i ka pa 5 vakt. Njëri thot, a ka mundësi unë këtu ti mbledh kështu kaza, apo? Ja se pse s'pa buk kaza? Hajti një 5 iftara dhe mos jo. 5 vakt në sabah, drek, ikindi, akşam yatsi, pse trokit e derën çdo kohë. Allahu don çdo kohë ta trokit të derën. Andaj pejgamberi alayhis salam preferonte gravet të veta që të jenë të vazhdueshme vepra. Asa jena na sot nevojshëm për këtë këshill pejgamberit alayhis salam. Mormi hujum, pastaj mormi hujum, e pastaj çka bëna? Për shembull, ne çka ndodh prej gabimeve. Shkojmë lexojmë atë histori diçka. Lexojmë histori. Imam Shafiu për shembull, i ka bërë dihat me ditë. Dihat me lexoj. Dihat ka thënë bismillah, e ka thënë deri në fund. Pastaj prap me na ditës. 60 hatme gjatë Ramazanit. Njëri thot valla edhe unë. Ajo Shafiu. Imam Abu Hanifa i ka bërë 70.000 hatme gjatë jetës. 70.000 hatme gjatë jetës. Tash njëri thot, çish di kuptoj unë këto? Këto kuptoj vetëm për nxitje, kaç. Njëri thot, sa më lexuane, një hat më vë. Njëri thot, po pak, po ti që 40 Ramazana as jasi të lexue. Ti veç muhabetit e bo. Andaj lexojnë një avërëm. Ti ditë se Allahu me çata, apo njëri e shkon të lexon, por shembull është një dietar i musliman e ka pas domthon tradit me flet shumë pak, derisa ka ardhur historinë e tij Imam Nevaviu, ka flet 3 orë, ke 21 saat ka punuar. S'ka punuar në fabrikë, ka punuar për Allah. Ka mësu, ka përhap dijen e Zotit Gjellë Gjellalu. Mirë, ti kur e lexon këta, tu vallaj 3 orë, apo, e qka të ndodhë këtu? Ja, ndodhë shëgullimi, pse? Ti flej 8 orë, mu shumë mirë, e puna pasaj tjetra që kanë betë. Pse? Këto njerëz janë tjerë, ti nuk munësh. Andaj, ne këto kur i shpalosim, pra veprat e pejgamberit, veprat e grave të pejgamberit, veprat e sahabeve, ti mos merr hujum, unë ta imitoj këta, mos e imito. Ti merre vetëm për nxitje. Thuaj vallahi do të më punoj. E çish më punu? Marrë pak. Andaj pejgamberi alayhis salam i nxitës se të jenë pak të vazhdueshme. Gjithashtu prej edukimit pejgamberit sa ndan grave të tij, cila ka thënë i kanë nxit me dhën shumë sadaka. Ditë thot Aisha radhiyallahu anha, më tha pejgamberi alayhis salam, o Aisha, istatiri min an-nari walau bi shaqqi tamratin. Tha mbuloju për zjarën e xhenemit, qoftë edhe një kashore hurme. Cop hurme. Hurme e keni pasur e vogla, tani e kemi më të freskët se i kena për ditë në për iftare. Lutë Allahun që Allahu fuqarat edhe nevojtarët i ndihmon. Dhe ne mos t'i harrojmë ata. Hurma, nëse e don copa, nëse e merr një copë të vogël, sa jetë pisaj, ajo kit hurma një copë. Po nëse e don një copë i hurme, po shumë pak. Njerit kur ti thuj, ruju pizarmit me çkes të vogël, shkam rumbe thot kjo. Ai zarmi i madha, çka mru? Pastaj tha alayhi salatu selam, duke ja treguar një shembull kësaj bote.
Tha fe inneha te suddu min el gjai me seddeha min e shebaan. Tha ruju pizjar me qoftë dhe një copë hurme, sepse hurmeja apo e lu në rolin te i urituri, sikur që e lu në rolin te i ngopuri. Njeri kur ha buk, ushim, me qka e relakson? Me amëlzim, apo? Me amëlzim. E amëlzimi jep takat, apo? Andaj njerëzit kur janë të ugut, e s'kan vakt me hangër, morin një qka amël, që me rrit sheqerin që me i dham pa kafat, apo? E qka ta me mësam, a e ke pa që ka hurmja këtë efekt? Por që e mu ti, na është sunet, po ta është se praktikojna, o është sunet i pejgamberit alayhi salatu selam, që njeri me e prisha gjërimin me hurm, apo jo me një paket, një 3 hurme, edhe mu falë, pastaj mu këthi me hangër. E na qish bojna? Hajna mbi njerë pastaj. E tash, qka ta përmësam? E ke pa hurma çfarë roli ka? Pra, ta jep një vullnet, nga se atje përzin prej sheqernave dhe t'jep takat. Ta përmësam, mos e nënçmo copën e hurmës. Thot Aisha, kur nuk e kom nënçmu sadakaja, qoftë dhe diçka të vogël. Qoftë dhe dikujt m'ja dhon një copë të vogël gotë zejtin, vaj, merë, s'kam që të shka. Ufo, s'kam, që ta merë. Njoni thot, çka i duhet me kjo fukaras? O, mësoje vetën me dhanë. Mësoje vetën me dhanë. Nëse sot i ki 20 dinar, e jep 2 dinar, vallaj me ti qua Allahu 2 milion, ti qatë tradit e kije. Apo, mirë, njani so mësue. Apo, njani ki pa disa dhënë, inshallah o gjo, ku të baj pare, kini me pa që ka me bo. Nuk banë, se si të ba as tash, nuk ndron njëri që ashtu. Mësoje, stërvit e vetën, me dhanë pak, e pasaj ku t'jep Allahu, jep shumë. Andaj, Aisha radiallahu anha, mësuan nga pejgamberi alayhi sallam që t'jep sadaka. Dëgjoj këtë rast tjetër të Aishës radiallahu anha që i ka ndodhur. Thot një ditë për ditëve, Aisha hini një fukara, edhe lyps. Edhe më tha pejgamberi alayhi sallam jepi diçka. Edhe i dhash. Kur u ktheva te shtëpia, te veni i ushqimit, e këshyra sa ka met. Sa i dhash, sa met, e kështu me radhë. Edhe më tha pejgamberi alayhi sallam, o Aisha, a ki qef ti shka hi e shka del prej shtëpisë, eksport dhe import, kejt mi dita? Tha po ja Rasul. Ta zojna, ja ka dhënë 2-3 copa, ta këshyri sa më kanë mejt të ena. I tha mësam, o Aisha, a bash ki qef shka të hi e shka dale, kejt ti kishti me vija, me majt atë vijën e regjistrit? Tha po ja Rasul, kam qëtë. Tha mehlen ja Aisha, ka dalo ja Aisha, se mos i numro, e të ti numroja Allahu gjilu ala tije. Shiko, mos i numro, se ti numron Allahu gjilu ala tije. Apo, andaj, kanë thënë djetarët, prej bereqetit të sadakajës është kur ta jepsh mos me numrue. Njani thot, po me ba me adhon këtë kuletën, po s'gjenë kur gjavë Allah. Vesh mos jep në të njëftimi, tjera t'jep ja krejt. Ta këthen Allahu shumë fish. Apo, shiko që ka i ta përmësam, la tuhsi, fe juhsi Allahu alejki. Tha mos i njef, se ti njef Allahu. Ti kur i lut Allahu që e thu, o Zot jepëm. A ki qef me ti njemi, thonë, maja që këtë 1 dinar dhe s'ka ma. Mi thu, shlo ma o Zot bereqetin. A do me ta shloja o fukarave. Apo, shloja o fukarave. Imam Bukhariu, a pëqini qëto rasi që e në dhe kalzuna? O dhe zërë, ketë meritën i pari që ka e ka qëtu, e ka që ki njeri që ka quët Muhammed ibn Ismail el Bukhari. Se mus mu konë që ki njeri që gish më ledh, na piku me kalzu? Qa me kalzu? Me kalzu pra Allah? E që ki Muhammed ibn Ismaili, i cilë e kalimin Bukhariu, kërë të na transmeton Bukhariu, u kri, e kaloj testin kjo. E kjo e ka pas që ki hoxha, e ka pas një tradit. Thot, vallaj, kur kum dhanë sadaka, se kum një, veç e kum shti dorën gjep, sak ka dalja kum dhanë. Sak ka dalja kum dhanë. Thot edhe, vallaj, kur s'kam met pa pare. Njani thot, rëziko që. Tamam? Qatë qep Allahu Gjelluala. Andaj, kanë qenë tradit e sahabeve. Kur kanë dhënë sadaka, e kanë prit, ka thonë tash ma kthen Allahu, e ka ditë, tash ma kthen. Shiko këtë bindje, ta kthen Allahu xhelalu ala. Andaj, në rast tjetër, që i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot e pretin ditë për ditë pejgamberi sa një dele. Edhe e shpërndajti. Edhe me diçka. Edhe e mor Aisha, e futi në shtëpi. U kthyi pejgamberi alaihi sallallahu wasallam pas e kryti atë organizimin e asaj shpërndarje, edhe i tha, o Aisha, çka met? Pia sa çka met të shtëpia? Edhe i thash, ja Rasulullah, ka met vesh një copë shpatulle. Vesh një copë ka met. Atër i tha pejgamberi alayhi sallallahu wasallam, kulluha qad baqi. Kejt pas ka met, o Aisha, pos që sa shpatulle. Ha? Kejt pas ka met,
pas se sa i shpatulle. Te pejgamberi sa ekziston një lloj ekonomie tjetër, një lloj llogarie tjetër. Cila është ajo? Ajo që ka shkon te Allahu pas kamet. Që tash tani kena me hangër këta edhe e gjujna me turin. Cila kamet? E cila ka shku? Shkon këtë çka e ha. E meta është ka dhon. Apo shkon kjo çka e ke ndal për veti, apo edhe mbetet Allahu xhelalu ajo çka e ke dhon. Edhe tha Allahu te bareke ve teala në surën Nahl, ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq. Çka met te ju, ajo harxhohet. A ka me dënjani vëzër pa u harxhuar? A ka doni shtëpi pa u harxhuar? A ka me dënë njeri këtu pa u plak? A ka dikush që i nal vitet e veta? Ka dikush që siguron ekonominë e veta? Shikoni bota, pini me 945-ës, apo pini me 913-ës kur ka nis luftat e para dhe ditë botërore, çfarë than bota? S'ka më luftë. S'ka më luftë, ç'është than? Paqe ndërkombëtare, diplomaci e kështu me radhë. Por nuk ndodhi vëllezër. Tash analistat sa ta çelës televizorin, sa ta çelës në analizë. A di çka do bë? A tu krisë treta. E pse vëllezër? Sepse thot Allahu te bareke ve teala, çka është te ju harxhohet ajo. Jeni koprac, era koprac. Andaj tu e rujt për veti, shkaktohet lufta. Andaj tha pejgamberi alayhis salam, kret pas ka mbetoja ishe veç që kjo shpatulla. Kjo shpatulla, s'mundet kjo na shka e hajna me shkuta Allahu te bareke ve teala. Kjo ka qenë prej asaj çka i ka edukuar pejgamberi alayhis salam gratë veta. Për edukimit, cila ka qenë pejgamberi alayhis salam ka qenë shumë i dashur te gratë veta. Andaj kur ka dek pejgamberi sa kanë pas shef me ditë cila gruaje vdes e para, që më shkuan ahiret te pejgamberi alayhis salam. Edhe thot Aisha, na ka tregu pejgamberi sa, mirë po jo ka tregu pak me alegori. Pra është ka i thënë ana me temsil, apo tërthorazi, i themi ne. Tërthorazi, pra jo drejt për drejt. Thot Aisha, një ditë për ditë tha pejgamberi alayhis salam, asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yada. Tha alayhis salam, ma e shpejta që vjen me mua masi të vdesune, është ajo që ka dorën më të gjatë. Kush e ka dorën më të gjatë? Thot Aisha, na nuk e morën vesh. Thot fillum ti më të durt. Çfarë e ka dorën më të gjatë? Çajo shkon te pejgamberi sa e para. Thot edhe na dul se gruaja Saudeja apo e kish dorën më të gjatë. Mirë po thot neve na u ngatru se Zejnebi vdiq e para. Atëherë thot u nalëm dhe tham, jo. Për mësa me pas ka pas për qëllim sadakajën e asajna. Sepse ka qenë e pajtuar mesin e gravet për mësam se mas qundit që ka dhanë sadaka ka qenë Zejnebja e bia Gjahshit. Zejnebja e bia Gjahshit. Andaj shiko për mësam ka dhanë, kush e ka dorën më të gatë, që ajo vjen të une e para. Apo? E ato kanë kujtu që dora, jo dora. Kush e shtrin më gatë, kush e shtrin, apo? Shiko, e ka përdojë për mësam dorën e gjapë se i mërin kejtëve mi u dhanë. Emrin krejtve me jodar. Andaj pejgamberi ka përdorur domon forma edhe alegorike për ta ngjall trunin e njerit. Andaj shpesh pejgamberi alayhis salam para se me u kallzu dikujt në doni ngjarje apo doni fetva e ka vet. I ka pyet sahabë. Ka thënë kush e di pi juve çeta? Por shemi ka thënë sahabëve, cili pi juve e di cila pemë ngjall muslimanit. Apo kanë folën ato ngetan apo si ka shkuar menja te palma, se palmën e kanë pasur aty apo edhe thot Abdullah ibn Jaberi, mu më shkoj me një të palme, po thash hajtë se baba jam të mos foli. Edhe kanë shku të shtëpia, edhe kanë një njerëzit, muhabet. Edhe kanë thonë, tash cila ka medal. Atëherë thot Abdullah ibn Jaberi, u kallëzue nga ana, përsam se është hurmeja, palme. Që është e fort, stabile, jep, fryte janë të amla, kjo i ngjan besimtarit. Mirë, pse ban të pyetje? E ki pa kur e vetë dikan? Shumë di thu, ta zonë një pyetje. Kur format e quiz. E kjo e ngjall menë. Tash ti kur e shtrin ata, e ashtrin menë, apedi, kur t'ja kallëzoj gjevabin, edhe sot është e vërtetuar në pedagogjit që mësohen për si me shtrin informat të nxënësit, çka thon, e ngjall me pyetje. Ja bën do pyetja, i thot, a e di as e di, kur t'ja kallëzojsh i ngjitet trup. Këta e ka përdorur metodologji pejgamberi alayhis salam. Pra pejgamberi ka thënë dorën më të gatë, tash ju merrni vesh atje, masi të desone e kuptoni se cila i bie ma e sakta.